Pasi u eliminua nga Kupa e Shqipërisë, Vllaznia do të përballet të hënën në transfert me Elbasanin, në kuadër të javës së 33 të Abisnet Superiore. Sfida që do të zhvillohet në stadiumin Elbasan Arena do të nisë në orën 19, ndërkohë që në prag të këtij takimi foli mesfushori i Shkodranëve, Kristian Dros, që gjithashtu është ishi i Elbasanit. Ai beson tek një rezultat pozitiv i skuadrës. Of course, it's not so good for us that we was eliminated from the cup. Nuk ishte diçka e mirë që u eliminuam nga kupa, por fokusi jonë është në ndeshjen e radhës dhe do t'japim çdo gjë për të fituar dhe për të marrë 3 pikshin. Detyra jonë është të bëjmë punën tonë. Na duhet fitoria. E kemi rival direkt Elbasanin. Ata do të luajnë në shtëpinë e tyre. Do të jetë një atmosferë e mirë, por fusha do të jetë njësoj për të dy ekipet. Ajo është histori tashmë, i përket skaluarës, dhe e kemi haruar. Shikojmë vetëm për të ardhmen, pozitivisht, dhe për ndeshjen e nesërme me Elbasanin. E para është që të fitojmë ndeshjet e mbetura, ta tregojmë këtë me një lojë të mirë, të luajmë mirë në anën defensive, por edhe në anën e sulmit. Kam kujtime të mira atje, isha rreth për një vit, kanë shumë fansa dhe një stadium mjaft të mirë, por unë luaj për Vllaznin dhe jap gjithçka. Do t'jap maksimumin në fushë për aq minuta. Ky është futbolli. Çdo kush mund të jetë i dëmtuar, por jam i lumtur që kemi një ekip të mirë dhe jemi në vendin e parë. Shpresoj do të ndihmoj ekipin për të ardhmen. Çdo lojtar që rikthehet është i rëndësishëm. Na mungojnë Bismarck dhe Kastrati dhe shpresoj të kthehen sa më shpejt në fushë. Mund të them 50-50. Duhet mendojmë për titullin kampion, që të shkojmë në rrugën e duhur. Edhe te Elbasani kam qenë mbrojtës, por kam shënuar gola. Nesër nuk e di nëse do të kem mundësi. Nëse do të shënoj, do të jemi lumtur. Nuk do të jemi lumtur me barazim, se shkojmë për fitore në çdo ndeshje. Jemi këtu për të mbajtur vendin e parë. Jam i lumtur që luaj këtu. Nuk jam mjaft i lumtur për dëmtimet gjatë këtij sezoni, dhe pastaj do të flasim për të ardhmen. Pse jo, në qoftë se do të jemi dakord për kontratën, si unë dhe klubi.